Pas deklaratave të komisionerit Johannes Hahn se çështja Çame duhet diskutuar mes Shqipërisë dhe Greqisë, ka reaguar edhe Ministria e Jashtme greke. Në një deklaratë të ashpër, Athina zyrtare thotë se çështja Çame nuk ekziston. Përmes një deklarate për shtyp, Ministria e Jashtme greke shpreh se ajo që tha Hahn është e pavërtetë dhe e papranueshme. Çështja Çame nuk ekziston. Hahn duhet të tërheqë deklaratën e tij dhe ta korrigjojë, pasi ka shkelur kompetencat e tij. Çamëria nuk ekziston. Për këtë arsye, nuk mund të pranohet apo negociohet, thuhet në deklaratë. Një ditë më parë ka qenë komisioneri Johannes Hahn në një seancë dëgjimore me eurodeputetët, i cili ka theksuar se çështja Çame duhet të jetë pjesë e agjendës së diskutimeve mes dy vendeve. Pas deklaratave të Athinës, ka reaguar edhe kreu i Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Shpëtim Idrisi. Nga parlamenti, ai thotë se BE tashmë ka njohur çështjen Çame. Tani nuk e thon dot më me aq lehtësi që nuk ekziston dhe nuk na mohojnë dot. Ndaj sot më vjen përmbar t'ju them, unë jam shqiptar e Çamërisë, por unë jam europian. Sepse atje larg, nga një politikan i cili nuk i përket kombit tim, mora një përgjigje që duhet ma jepnin këtu për 72 vjet politikanët në radhë parë të vendit tim e pasaj tuaj. Më herët, Idrisi e quajti qesharak reagimin e Ministrisë së Jashtme greke.